Në kushte kur pjesa më e madhe e rinisë shqiptare u turren egërsisht institucioneve të besimeve fetare, kishte edhe prej atyre që besimin e shihnin si frym të shpirtit të tyre. I tillë ishte edhe Joan Pelushi, dhe nuk ishte më shumë se 19 vjeç kur, ndryshe nga bashkëmoshatarët e tij që shëmbën kisha dhe xhami, ai vendos fshehurazi të marrë bekimin e Jezu Krishtit, duke mos marrë parasysh atë se çfarë mund të ndodhte me të dhe klerikun që guxoi ta pagëzoi si të krishterë. Dashuria për të shërbyer njeriu si shëmbulltyra e Perëndisë bën që gjatë viteve 1979-1990, i riu që guxoi për besimin e tani më burr të punonte në Spitalin Psikiatrik të Tiranës, ku u shfaq vlerat e tij humane. «25 korrik, fronëzimi i Joanit si mitropolit në Qakun e Koshës. Në një ditë të bukur, kryepiskopi i Shqipërisë, Anastas, sjell në Korçë, në qytetin e Korçës, mitropolitin e qytetit të Korçës dhe më gjallë. Ishte një ditë shumë emocionale. Shikonin për e para, pas kaq vitesh, që të ktheheshin ato vitet e arta, kur kisha ishte në lullëzimin e saj, dhe me shpresë se diçka do të ndodhte. Unë e kam shënuar në shkrimin tim, ishim në një botë tjetër, që pas Golgothas në rëmbeu në mira shqetësime, gëzime dhe suksese, dhe ja një si ariq. Sinodi i shenjtë i sapo krijuar e mbron në qytetin tonë mitropolitin Joan. Ishin kohë të vështira. Vitet 97-98 infektuan shoqërinë shqiptare. Kisha si pjesë e saj kishte lëngatën e vet. Në këtë atmosferë të elektrizuar, një shkëndije vetme mund të fute në 4 orë atë që me aq mund ishte ringjallur. Por lajmi që Joan Pelushi mund të vinte si mitropolit i qytetit fashiti sturin. Këtu e kam fjalën më shumë për problemet që ishin në Rogos që evolonin. Mund e themi këto gjithsesi. Po, që evolonin. Për shembull, lidhur me pretendimet e kishës maqedonase. Të atërshme për Poradecin dhe për Prespën. U desh një punë e gjatë dhe e urtë e kryepiskopit, e despotit Joan, që të sheshonte dhe ti sheshonte këto situata me durim dhe me urtësinë e tij. Sepse, siç e thash këtu, një shkëndije e vogël dhe mund të shkaktonte dëme të mëdha. Po kështu edhe disa manifestime që u treguan lidhur me një vendim që kishte marrë Konstantinopoja, lidhur me ardhjen e 3 mitropolitëve në Shqipëri, e cila ishte një vendim i nxituar, shumë i nxituar dhe në ato periudha shkaktonte edhe situata të vështira. Në 20 korrik 1998, në kishën Ungjellizimi në Tiranë, u qeretonis si mitropolit, si episkop, Imzot Joanin. Imzot Joanin, të cilën Perëndia Sinodi i Shenjtë dhe kryepiskopi Anastas e hierotonisën në gradën e episkopit dhe mbas një jave ata e fronëzuan si mitropolit të qytetit tonë. Një kënaqësi e veçantë
një dashuri e paparë, një mobilizim i gjithë strukturave kishtare qytetare për këtë ngjarje të madhe, sepse diaqezës sonë ju afroa bariu i dëshiruar. Në datën 29 korrik, sjellje në Korçë, me 25 korrik, kryepeshkopi Anastas sjell në qytetin e Korçës me një grigje shoqërues nga brenda dhe jashtë vendit, mitropolitin e qytetit Korçës, Ioanin. Ky emër nuk ishte e panjohur për mua. Nipi im nga Bostoni, sidomos e shoqja Keti, një bashkë moshatare me Ioanin në Tiranë, e njihte familisht dhe fliste me shumë simpati. Në Korçë emri i tij përshpërritej vesh me vesh tek motra Cita, të cilat ditë e natë ndisnin kandilin e shpresës për ardhin e tij. Me fronëzimin e mitropolitit të Korçës dhe me zgjedhjen e 3 episkopëve të tjerë, u formua sinodi dhe u garantua me fronëzimin e mitropolitit të Korçës, i Rësis Ioan, u plotësua mitropolia e Korçës me bariun e saj. Gjithashtu, mitropoliti i Korçës bashkë me mitropolitin e Beratit, Ignatin dhe i Rësin Kozmon, bënë të mundur të formojë sinodi shenjtë i Kishës me në krye fort të lumturin i Rësin e tij Anastas Janulatos, dhe me këtë mënyrë garantoi përfundimisht autokefalinë e kishës tonë. Më datën 25 korrik 1998, në orët e para të paradites, kortezhi nisu nga Tirana i prirur nga irësia e tij peshkopi, kryepeshkopi Anastas, i sillte Korçës peshkopin e ri. Një masë klerikësh të shoqëruar nga qindra qytetarë drejtoi nga qendra qytetit në drejtim të mitropolisë në kishën burimi i dhënës. Çast i paruar. Ioani hyri në kishën nga një grigje të klerikësh të udhëhequr nga kryepeshkopi i gjithë Shqipërisë, i rësisë së tij Anastas. Ne e shikonim dhe mallëngjeshim për të dhe për veten tonë. Filloi ceremonia dhe çdo gjë mori rrugën e vet për fronëzimin e tij. Nuk do të kalonte shumë kohë dhe ai do të bëhej pjesë e këtij komuniteti. Predikimet e tija do të tronditin thellë mendjen e këtij qyteti. Fjalët e tija është e qartë të tingëllon bindshëm dhe pranueshëm, sepse ajo buron nga besimi i thellë që ka dhe shpirti i lirë. Atë do ta shikojmë në auditorët e universiteteve, shkollave, në takimet me intelektualët, me iniciativën e vetë dhe kontributet e kryepeshkopit të gjithë Shqipërisë, por të lumturit të tij Anastas, arta e diocezës sonë po pasurohej me ndërtimin e kishave të reja, rikonstruksionet e shumë objekteve të kultit, ngritjen e objekteve sociale si qendra ambulantore, menca për të varë kohë. Në fillimet e vitit 1990, Ioan Pelushi do të arsimojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të kthehej për shkak të kërkesës së ish kryepeshkopit Anastas Janulatos në shtator të vitit 1993, ku dorëzohet si diakon e më pas si prift. Në vitin 1995, kryepeshkopi Ioan udhëtoi përsëri drejt Bostonit të Amerikës për përgatitjen dhe lartësimin e tij më tej si bari i ardhshëm, duke përfunduar studimet me nivelet më maksimale të mundshme. Në vitin 1998, thirrja për të ishte fronëzimi si mitropolit i Korçës.
Sotiraq Simaku kujton se si ka dalë të pres ish kryepeshkopin Anastasia Nullatos dhe kryepeshkopin Johan nga Qaftha, për shkak të trazirave të asaj kohe. Pavarësisht kohës së vështirë, Johan Pelushi është mirëpritur gjithësisht në qytetin e Korçës. Johanin ka ardhur djalë me flokë të zeza dhe kemi vajtur drejt Mitropoli. Atje kanë pritur gjithë besimtarët, kanë ndjerë një kënaqësi të jashtëzakonshme, që më në fund dhe neve na plosua dëshira, se ishte e vetma mitropolit që s'kishim marrë akoma mitropolit, dhe la vizëronë kryepeshkopin Janullatos, që na solli mitropolitin, që e oqi nga zemra e tia, e kishte pedagog, kraun e djath, dhe na e solli në Korçë. Dhe ne kemi ndjerë një kënaqësi. Dhe i thamë do të mbështetim edhe nuk do të zhgënjejmë, edhe kryepeshkopit. Ai në radhë parë është bariu tonë, është njeri që na lidhi me kishën, është njeri që gjithmonë jepte këshilla. Ai gjithmonë pa dallim, nuk dallonte, të gjithë i deshtënjsoi. Pavarësisht edhe mua që po bisedojmë bashkë, ai të gjithë besimtarët i deshtënjsoi. Nuk kishte masë të shtet, dua më shumë raqin apo dua tjetër. Të tërë kishte njësoj. Të tërë kishte njësoj. Por ne patëm një besim në ai, edhe që vitin e parë që mitropolit Joani mori detyrën, ai krijovi mencën për të varfrin. Është objekti i parë që ka ndërtuar mitropolit Irsi Joani për të varfër. Mbas asaj ka ndërtuar kopshin e fëmijëve, edhe fliste nga era që e ardhme është fëmijët. Kisha është për besimtarët ishte, nuk është për mua. Kujtimi më i madh edhe më ashtu edhe dhimbshëm për Irsi Joani ishte kur u bë inaugurimi i katedrales që kanë ardhur patrikët. Edhe ajo që është akoma më e dhimbshme për dhe mua si individ që ky ishte krau i djathtë i kryepeshkopit Janullatos, më datën 4 nëntor të vitit 2009, neve këtu i kemi festuar 80 vjetorin. Për herë të parë vinë 4 peshkop edhe 25 despotlerë nga mbar bota. Këtu, këtu ku jemi tash, këtu në këtë vend, se ka qenë dhe e kreshme, ka ngënë darkë. Ka ardhur dhe Patriku Aleksandris, që më ka thënë atë me gur fildisht. Ajo është gjëja më e shtrenjtë që do mbetet. Ne kam njohur këtu. Bë ceremonia e kurorëzimit në katedralen Korçë. Në sallë ishte poshtë atëherë, se lart nuk vazhdonin punimet. Dhe unë kisha fatin sepse kam qenë drejtuesi i korit të katedrales, dhe gjatë liturgjisë ishim në një distancë gati 3 metra larg njëri tjetrit. Edhe mendova, ky është 42 vjet, thash. Atë moshë. Do arrit dot ky ta ndjekë këtë punë dhe këto vështirësi të mëdha që janë këtu. Por tash kryepeshkopi Anastas nuk besoj të ketë gabuar. Këtu do ketë një ndriçim të shpirtit të shenjtë që ka vendosur që ky njeri të vijë dhe të marrë drejtimin e Johani i shpritur shumë mirë që ditën e parë. Parë me dur turkitje, dhe është i denjë të ishin të popullit. Që ditën e parë. Kishte një ndriçim në fytyrën e tij dhe i bëri të tërë për vete. Aq më tepër që prezantuan nga kryepeshkopi Anastas që këtu e deshim shumë, Korça e deshte shumë. E ka përkrahur deri në fund. Marrëdhëniet i kemi patur shumë të ngushta. Duke qenë e drejtuesi i korit, domethënë që fillon liturgjinë bashkë në çdo të dielë. Duke qenë ai inxhinier i kishave, do në kisha filluar që më parë, që në të njëshin ndërtimin. Edhe bënin takime, po thoj se çdo javë. Lidhur me cilat objektet kishtare do të ndërtonim, çfarë për masa do të ishin, çfarë tip do të ishte ndërtimi, diçka për preventimin kostat, sepse ishte problem edhe kjo. Ishte kërkues i rreptë, po shumë i drejtë. Sidomos me ne bashkëpunëtorët ka qenë shumë i drejtë. Kishte një vizion të paparë, edhe shumë gjëra që neve mund të kishim të paqarta, nganjëherë dhe nxitoheshim se të rëmben edhe puna e tëra, me një urtësi të madhe të tonte. E ngriti tërë opinionin e besimtarëve në Korçë, aq bukur, duke predikuar gjithmonë për ungjillin, për veprat e shëntorëve. Intelektuali u urtë e zemërgjer, fitoi zemrat e gjithë besimtarëve të Korçës si mitropoliti.
I bëri për vete të gjithë, duke krijuar një ur besimi që dikur nuk kishte ekzistuar mes besimtarëve. Theodor Peçi ka patur mundësinë po ashtu të shërbejë afër mitropolitit të Korçës. Ai tregon rreth marrëdhënies me të. Njohja me Irsi Ioanin, mitropolitin e Korçës, për mua ka qenë që në moshën 14 vjeçare, në momentin kur Irsia u fronëzua në mitropolinë e Korçës. Në atë kohë, unë kam shërbyer si psalt në kishën e mitropolisë, sepse dhe katedralja nuk ishte filluar funksionimin e saj të plot. Shërbesat kryeshin në ambientin e poshtëm të katedrales, dhe në momentin e parë të njohjes me Irsin ka qenë pikërisht momenti i ditës së fronëzimit të tij 25 vite përpara, pra në vitin 98. Për mua ka qenë një moment shumë i veçantë, sepse duke qenë një djalë i vogël që shërbente brenda kishës, ishte një eveniment i veçantë për gjithë qytetin, por për gjithë mitropolinë dhe dioqezën tonë, fronëzimi i mitropolitit të saj. Dhe si një rishtar në shërbesat të veçanta të kishës, siç ishte kjo është ceremonia e fronëzimit, unë ndjeva jashtëzakonisht shumë i bekuar që në momentin e parë që ai shkelin dhe u vendos, u fronëzua mitropoliti i Korçës, unë e ndoqa për vite me radhë gjithë ecurinë e tij në mitropolinë e Korçës. Emocionet ishin të mëdha. Mitropolia me njëherë pas ditës së fronëzimit të tij mori një dimension të ri dhe u fut brenda një kapitulli të ri, sepse dihet që kisha pa shkopin e saj nuk mund të funksionojë dhe nuk mund të kemi një organizim siç duhet dhe ashtu siç e kanë përcaktuar kanonet e kishës. Prandaj për Korçën dhe për mitropolinë e saj, që është një mitropoli me traditë jashtëzakonisht shumë të gjatë dhe me mitropolit me famë, jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë së sotme, po edhe në vende të tjera të botës, ku janë dalluar mitropolitët e saj dhe kanë pasur një jehonë në vende të ndryshme të botës. Dhe mitropoliti i ri nisi aktivitetin e tij dhe ajo që vura re që në momentin e parë të ardhjes së tij ishte pikërisht aktivizimi i tij gjatë jetës liturgjike dhe jetës adhuruese. Ai ishte prezent në çdo shërbes, në çdo aktivitet dhe ceremoni fetare dhe me një seriozitet dhe me një përkushtim të veçantë. Mbaj mend që në momentin e parë, unë duke qenë se isha psalti i caktuar në kishën e mitropolisë për atë burimit të dhënës në Korçë, në atë kohë filloi aktiviteti në ambientet e katedrales poshtë, pra në ambientet poshtë, dhe mitropoliti duke qenë se meshonte në kishën katedrale, më kërkoi në atë moment që unë të shkëputem nga kisha e mitropolisë dhe të shkoj në kishën katedrale, sepse dëshironte që të ngrihej një kor me vajza dhe djemë të rinj, të cilët do të kryenin liturgjinë hyjnore gjatë ditëve të diela. Dhe kështu u bë realisht me nëndrejtimin e mjeshtres së madhe Mira Mançka, u krijua ky kor me vajza dhe me djemë, pjesët e këtij kori isha dhe unë, dhe njëkohësisht isha dhe një lloj organizatori i rendit të shërbesës së liturgjisë, sepse duke qenë se një pjesë e këtyre të rinjve ishin persona të cilët nuk është se ishin e jetonin atë jetën shpirtërore të kishës. Dhe për këtë arsye, mitropoliti më caktoi që të merresha me drejtimin, pra ishte interesimi i tij i parë dhe thelbësor për çështjet të adhurimit. Dhe pikërisht kjo një farë mënyre u konkretizua tek krijimi i këtij kori, për ta bërë adhurimin sa më atraktiv, sa më të bukur, sa më cilësor. Dhe pikërisht njëkohësisht përveç krijimit të korit, i cili zgjati për shumë vite me radhë dhe këndoi në katedralen, në ambientet poshtë të katedrales, Gjallja e Krishtit, një gjë shumë interesante ishte fakti i dorëzimit të anagnost të dy prej personave të parë, domethënë dy anagnostëve të parë të dorëzuar nga Irsi Ioani,
ishte konkretisht Ilia Nëmçe, i cili sot ka fjetur me Zotin, dhe unë në vitin 2000 bëhet fjalë që u bën 2 anagnostët e parë. Pra, pse e përmend këtë gjë? E përmend për faktin që Irsia është një person i cili i jep shumë rëndësi adhurimit, dhe pikërisht adhurimit sipas rregullave dhe kanoneve të kishës, dhe kryerja e gjithë procedurës kanonike që nevojitet për një person i cili do të marrë pjesë gjatë adhurimit hyjnor. Dhe konkretisht për psaltët ishte një ditë e bekuar, sepse u dorëzuan pas kaq vitesh psaltët e parë të përcaktuar në katedralin Gjallja e Krishtit, Ilia Nëmçe dhe Theodor Peci. Një gjë që do të mbaja mend gjatë po ta shikoja Irsinën në aspektin, domethënë, e të qenit të tij si kryeprift, përveç adhurimit të përbashkët, ngritjes së korit dhe cilësinë brenda adhurimit, ajo që evidentoi tek ai ishin pikërisht predikimet e tij. Predikimet e tij të cilat kanë lënë mbresat jashtëzakonshme të gjithë besimtarët, por edhe deri më sot lënë në njolla dhe gjurmë në zemrën dhe në shpirtin e besimtarëve. Fjala e tij si një gojart i dytë është shumë evidente, çdo njeri mund ta prek dhe mundet ta shijojë atë gjë. Është një nga njerëzit që kemi neve në Kishën Ortodokse ato qefalit të Shqipërisë, që me të vërtet e zotëron talentin e oratorisë dhe të predikimit, dhe me të vërtet prek shpirtrat tanë në brendësi dhe në thellësi dhe në vendet më të thella të qenies njerëzore. Këtë e konfirmon dhe myftiu i Korçës Ledian Çikaleshi, duke e cilësuar kryepeshkopin Joan një shtyllë të rëndësishme të harmonisë fetare në Korçë. Korça është një model, është një shembull për bashkëjetesën fetare, dhe kjo ka qenë manifestuar edhe në marrëdhënien që kishim, qoftë institucionalisht, qoftë edhe individualisht me klerikët, apo që vazhdojnë të kemi ende. Me mitropolitin e Korçës, Irsinë e tij Joanin, kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë. Shpeshherë ne takoheshim, pra vinte na vizitonte myftini jashtë festave fetare. Kemi pas raste që ne kemi shkuar, domethënë, edhe jemi përpjekur që diskutojmë problemet përbashkëta që ka si sfidë sot besimet fetare, dhe pak a shumë edhe në vendin tonë, duke qenë se jemi komunitete tradicionale dhe një pjesë të problematikave i kemi të përbashkëta. Sfidat janë të përbashkëta. Dhe jem fokusuar ke këto sfida të përbashkëta se si mund t'i gjende zgjidhje edhe në biseda, pra jashtë pjesës së urimeve apo pjesës së kortezive që ne shkëmbejmë me njëri tjetrin. Dhe ajo që më bënte përshtypje ishte pjesa e përgatitjes, e thellësisë, e pjekurisë, e maturisë, së hirësisë, kur diskutonim këto gjëra. Normalisht kjo na ka ndihmuar edhe neve, duke qenë klerik më të ri në moshë, që disa gjërat kuptojmë disa realitete, qoftë për pjesën e Korçës, qoftë për pjesën e Shqipërisë, sepse një klerik i pjekur me eksperiencë, normalisht nuk është vetëm pasuri, vetëm e komunitetit të tij. Normalisht komuniteti i tij është ai që e gëzon këtë pasuri, por mendoj që një klerik i mirë, kur ndodhet në një qytet, pra është bekim për gjithë qytetin dhe ndikon dashi pa dashi edhe te komunitetet e tjera. Kur është i mirë, ndikon për mirë, kur nuk është i mirë, pra ndikon sepse do dalin problematika. Dhe për Irsinë kam përshtypjet më të mira, gëzoj respekt, e përshëndetëm edhe mbasi u zgjodh pra në detyrën e kryepeshkopit, e uruam, dhe kjo është një diçka që unë ndjem krenar që kam punuar me një qytet ku ne kemi ndarë së bashku momente edhe gëzimit, por edhe bisedat të tjera, ku normalisht kjo marrëdhënie pra më ka lënë mbresa
dhe kemi përfituar pra themi nga eksperienca e tij. Dhe me këtë rast unë uroj edhe Hirësisë që të jetë idej në atë post, të u shërbej besimtarëve, komunitetit të tij dhe të lëm ai që përpiqet të bëj një klerik, është të lëm shembull më të mirë të besimit apo të vlerave që ne besojmë. Johani për Korçën në atë parë kthevi besimin. Kthevi besimin. Se njerëzit që largohen shumë kisha. Ai i afrovi, i beri një. Ai pagëzonte njerëzit. Ai fliste, çdo të diel, në çdo mesh. Dhe po ta dëgjonje, ynje me mend tënde edhe dilnje me mend të Hirësisë. Dhe me besimin e Zotit. Ky ishte mitropoliti Korçës, Hirsi Johani. Fjalën dashuri ajo e kishte gjën më të vyer. Se dhe ajo sakrifikovi veten e tij. Që të bëhesh mitropolit nuk martohesh. Ai për hir të Zotit e bëri të sakrificë. Do ikja me avion. Dushin 15 euro, ishte shtunë e diel, bankat ishin mbyllur. I biem një gjunjë. Kam marrë telefoni, kam thënë, më duhen 15 euro, dërgon njerit vitimar. Prandaj ai njeri ishte i pasvendësuar. Idejnë për as nuk bëhet fjala. As nuk bëhet fjala. Edhe mos kuto se të bësh kryepeshkop është gjë e lehtë. Ke një barë dhe një përgjegjësi shumë të madhe. Jo vetëm mua, po çdo njeri që i ka kërkuar ndihmë, mitropoliti Korçës, Hirsi Johani, të gjithëve i ka thënë. Unë nuk kam dëgjuar njeri deri më sot që ta ketë sharë mitropolitin e Korçës, i Zoti Johani. Edhe në për mediat, edhe në për to, asë njeri nuk e ka sharë i Zoti Johani. Ai ishte i thjeshtë. Ai ishte njeri që në 365 ditë, 180 ditë mban kreshëm. Është njeri që është mbyllur, është murk, është mbyllur atje. Nuk del. Ka sakrifikuar jetën e tij. Ai vetëm shkruan, bën libra. Të them këtë tjetër, pse është i denjë? Është i denjë se është i vetmi mitropolit që mbështeste kryepeshkop Anastasin, kudo që vinte në tërë botën. Edhe këtë e vërtetuan të gjithë kryepeshkopët e gjithë botët me të embëruar fort lumturia. I Zoti Johani, kryepeshkop, gjithë kryepeshkopët e gjithë ortodoksisë së botës kanë dërguar mesazhe urimi. Njeriu që ka qenë afër kryepeshkopit Johan në rindërtimin e 10 kishave në juglindje të vendit ka qenë arkitekti Gjimi Kondakçi, i cili po ashtu tregon kontributin e veçantë që kryepeshkopi Johan ka patur në ringritjen e kishave të rënuara dhe jo vetëm në të gjithë qarkun e Korçës. Shumë që kur ardhën në të shtatën, që fillimi ishte, atëre katedralja ishte në proces pune kati sipër. Ne filluam bashkë me ta, se unë kam varë edhe projektet, po të se të kishave që janë bërktu edhe zbatimin, filluam që në fillim fare dhe arrivit edhe besimtarët e Korçës të organizante të bente që edhe ata të kontribonin për ndërtimin e kishave. Ishte si ashtë në fillim fare edhe nga projektet, sepse nga njëre dhe njerëzit thonë, pse u bëj kështu, po pse u bëj, pse është ky tip, pse kështu, po arrindet. Për mua ishte nder i madh që të punojem me të. Për mua është një njeri, po them, dhuratë perëndie për Korçë. Edhe për patjetër edhe për kryepeshkopatën tash. Se e njohëm nga afër, kam 27 vjet me të. Shumë mirë, neve u bë shumë mirë për kryepeshkopatën, për tërë Shqipërinë, po edhe për Korçën tash, pavarësisht se ne iku, po megjithatë na tha një lavë të mirë që për shumë derisa të realizohet caktimi një kryepeshkop i të ri, se kryepeshkop quhen edhe këta të mitropolitët të ri, mundet të vazhdojë ta mbajë edhe Korçën, por aq kohë sa mund ta mbajë. Na dha një dorë shumë të madhe. Paktën derisa të mborem çit ta kemi. E një punë shumë mirë, sepse Korça ishte goxha e vështirë në fillim fare. Në shqetësime që kishim që nga prona që duhet të merrim, që nga lejet e ndërtimit, i zgjidhte të gjithë.
thirrnin dhe ata biznesmenët kryesorë që ishin kështu, edhe duhet i mbata aq afër, do i kërkonte mundësi që ata të kontribonin, ne kanë ndihmuar për të kishë, na kanë ndihmuar shumë. Plus pasaj edhe ata emigrantët që janë edhe miqtë që ka jashtë, në Amerikë, kudo, ata kanë kontribuar të gjithë. Dhe pa qenë ky, to ishte shumë e vështirë për të bërë këto gjëra këtu. Sepse Kryepeskopja na tha një herë, ju e keni 6 kisha në qytet që funksionojnë. Pse duhet edhe kjo kishë kaq shumë? A mund ta bëni vetë? Do ta bëjmë, sepse kështu është bërë në fillim fare kjo kishë. Kështu është bërë në fillim fare me kontributin e besimtarëve të Korçës. Ne kemi gjetur një material të mitropolitit të Korçës që ka qenë atë kohë, kemi gjetur origjinalin, ku ju bën të thirrje dhe pastaj në fund fare i falenderonte. Një nga njerëzit që ishte shumë afër mitropolitit të Korçës është Atë Vangjeli, i cili thekson se shërbimi dhe dashuria ishin fjalët kryesore që e shoqëruan për vite me radhë kryepeshkopin e sotëm, Joan Pelushi. Mbaj mend entuziazmin, frymën e lartë të përgjegjësisë, dëshirat e gjithë secilit që të bënin të pamundurën të mundur. Kur çdo desh të aktivizoj në puna të ndryshme, për të sjellë sa më shumë sende dhe orendi që nevojiteshin kishës. Shumë, sidomos nga gratë edhe plejtë e asaj kohe, qanin me lot gëzimi, sepse Imzot Joani ishte njohur edhe në kohën e rinisë së tij nga një grup besimtarësh të cilët vepronin gjithmonë në fshehtësi. E tillë ka qenë edhe familja Cico, dhe mund të them që Imzot Joani është një protagonist që dëshironte sa më parë hapjen e kishave dhe lirinë e besimit fetar. Pra ishte një trekëndësh ku midis tyre kishte njerëz të nderuar si Petrozhei, si Popa, njëkohësisht Atë Kozmaj, më vonë mitropoliti e Apollonisë dhe motra Cico. Këta në fshehtësi bisedonin për ngjarjet më të rëndësishme për historikun e kishës sonë dhe ëndra e tyre një ditë u bë realitet. Me ardhin e Imzot Joanit ndryshoi struktura. Kujdestarinë që kishte kryepiskopi Anastas në të gjithë dioqezat e Korçës, tani disi ju lesua puna. Dhe përsipër, në fjalimin e tij programatik, në kishën e burimit i dhenës ditën e frymëzimit, ai i tha të pranishmëve të shumtë se po u le një udhëheqës shokun tim, bashkëpunëtorin tim, djalin tim, që jam i bindur me siguri do të udhëheqë punën baritore në këtë mitropoli të shenjtë, të dëgjuar, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar Patrikanën. Nga ana tjetër, njerëzit ishin shumë të entuziazmuar, ishte një ditë e nxehtë, meqense kisha e burimit të dhenës ishte për masave të mëdha, atje nga prania e njerëzve filloi një vap e madhe. Megjithatë, misioni, ceremonia, fjalimet ishin shumë entuziazme, ishin shumë të dashura dhe një pjesë e mirë e të pranishmeve i dëgjonin ato për herë të parë. Që nga fjala e kryepiskopit, ashtu edhe përshëndetja e mitropolitit Joan mbahen si një nga gurët më të çmuara në mendjen time. Pas kësaj dite, çdo gjë filloi me punë, me vështirësi, me udhëzime për të plotësuar më së miri kërkesat e ndryshme, duke filluar që nga kjeretonisja e klerikëve, duke filluar nga njohja e këshillave dhe ngritja e tyre, meqense ato në një farë mase ishin ngritur, dhe ndodhi detyrë Imzot Joanit që të bariste në një kohë të vështirë, jo vetëm zëvendësitë
si ajo po Gradecit, e Devollit, e Kolonjës, e Prespës, deri në Leskovik, por edhe në kisha të veçanta që kishin një nevojë imediate për ndërtim, për rekonstruksion, sepse shumë fshatra edhe nori u mungonit edhe kisha bazë. Dhe sot, falë punës së tij dhe ndihmës pakurësuar të kryepiskopit, të gjitha fshatrat e diocezës sonë janë të kompletuara me kishat përkatëse, ku besimtarët mund të gjejnë shumë më mirë nevojat e tyre për lutje dhe për shpëtim. Unë në jetën time kam vënë re tek Imzotjani shumë cilësi të ralla. Një njeri me kulturë të gjerë, ndërturen shumë mirë, figura e tij shpirtërore, e pasur, me dëshirë të madhe për të studiuar edhe për të transmetuar. Por nga ana tjetër, shoh edhe një figurë tjetër, qytetare, të ndërthurur në bashkëpunim me njëra tjetrën, dhe nga ana tjetër, njëkohësisht më bën përshtypje sjellja, bashkëbisedimi, fjalët e urta dhe në momente të caktuara, kur ndonjë klerik apo ndonjë besimtar është, si të thuash, i trazuar, ynë të themi si dhi, edhe del si qenj. Nga fjalët e tij, nga dashuria e tij, nga diagnoza e duhur që të jep, të bën të mendosh se ky njeri është, si të thuash, edhe njeri shpirtëror që njeh shumë mirë jetën e breshme të gjithsecilit. Një veti tjetër e rëndësishme është bashkëpunimi i tij me pushtetin lokal dhe qendror. Dhe shumë shpejt fitoi respekt, jo vetëm në udhëheqjen tonë lokale, por edhe në atë shqiptare. Për punën, për guximin, për sjelljen e tij të merituar, e kanë parë të arsyeshme edhe Këshilli i Qarkut, edhe Bashkia e Qytetit Korçës, njëkohësisht edhe Universiteti Fanoli, që ta nderojnë me çmime të larta të nderuara, plotësisht të merituara, si nderi i Qarkut, qytetar nderi i Korçës dhe honoris causa në Universitetin Fanoli. Të gjitha këto përbën atë që thash më lart, është edhe shpirtëror, është edhe njerëzor, edhe human, edhe qytetar. Mund të them që ditë bashkëpunoj shumë mirë edhe me komunitetet e tjera, duke i vlerësuar, duke i nderuar, duke respektuar. Bashkë kemi shkuar, kemi uruar komunitetet e tjera, si atë musliman, bektashan, katolik, njëkohësisht kemi pritur dhe përcjell me dashuri dhe respekt vizitat e tyre. Ka një qëndrim tepër korrekt me të huajt. Nuk bëhet, si të thuash, një njeri i prullur, por mban një qëndrim korrekt, të sjellshëm, edukativ, edhe njerëzit largohen me përshtypjet më të mira për sjelljet e tij. Kjo është një edukatë që ka trashëguar që nga familja, që nga familja e tij, edhe deri më sot, me qenë se po i afrohet 67-68 vjetëve, ai është një njeri në kërkim. Mbetet i ri, në moshë edhe në shpirt. Prandaj, personaliteti i tij është i shumëanshëm, poliedrik, dhe unë personalisht, duke njohur nga afër, mund ta them me plot gojë këtë gjë. Është një gjë që është shumë e thjeshtë për ta konstatuar, vetëm një takim mund të kuptosh bagazhin e madh që ai njeri ka, atë nivelin e tij intelektual dhe thellësinë e tij teologjike dhe shpirtërore dhe përjetuese që ka në lidhje me kishën dhe me gjithçka rreth saj. Dhe patjetër ta kemi shtyllë dhe shpresë për kishën tonë ortodokse autoqefalit të Shqipërisë. Gëzuar për shumë vjet i rësi, Zoti ju dhënë vetëm të mira dhe ju kemi në krye të kishës tonë sa të jetë vullneti i Perëndisë. Kishën tonë e ka përfaqësuar me dinjitet Imzotjani,
në konferencat evropiane, në takimet bashkëfetare, në takimet dhe dialogjet e ndryshme, ashtu si edhe në sinodin e Kretës, që Im Zot Jani ishte një antar për formulimin atyre kanuneve që u vendosën atje. Prandaj, dialogu midis kishave vazhdon, ai është një zë i fuqishëm i kishës sonë, dhe në këtë mënyrë ka bërë që kryepiskopi të ketë një besim të jashtëzakonshëm te ai, ta dojë të respektojë si djalin e vet, ashtu siç na respekton ne vetë që të gjithëve. Ton vetëm thjesht ta njohësh nga ana intelektuale që e pranon që ekziston një perëndi. Shënjakovi përgjigjet shumë bukur në letër. Thot, ju thoni thot që besojmë në një Zot, thot, shumë mirë bëni thot. Edhe demonët besojnë. Madje po ta kisha shkruar në letër ndërshtojsh edhe diçka. Madje ata e dinë më mirë se ne që ekziston. Por thot ai, ku janë veprat e juaja që tregojnë që ju besoni. Sepse gënjen ky që thot besoj, si ai që thot nuk besoj. Mashtron ky që thot besoj, ose që mendon që besoj, si ai tjetri ashtu. Kjo tregon që besimi nuk është ngulur thellë. E nuk është përjetuar. E nëse besimi nuk përjetohet, ne s'kemi dobi. Madje shpeshherë mund të kthehet në dëmin ton. Ka qenë një shenjtë i madh i kishës, po ja them ti që ta mbani gjithmonë në mendje, i cili pagunte njerëz që të shpifnin kundër tij, që të rrinte i përulur. Ne s'e kemi arritur atë shenjtëri, por kur tregoj këtë histori, shtoj edhe diçka gjithmonë nga vetja unë. Them ne jemi më me fat se ai, se i marrim falas. S'kemi nevojë që të paguajmë. Prandaj dhe Zoti thot lum zemër pastrit se do shohin Perëndin. Sepse njeri që nuk e ka zemrën e pastër nuk e sheh Zotin. E kur themi sheh Zotin, nuk e kupton asgjë mësimin e tij. Për shkak të këtyre të dyjave, shërbimit të dashurisë, fort lumturia e tij, kryepiskopi Joan Pelushi është mirëpritur nga masa dërmuese e shqiptarëve në krye të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, duke marrë urimet e gjithë botës ortodokse e duke treguar shembullin e Krishtit se i pari është i fundit dhe i fundit është i pari.